bashku me zemrën time. Këngëtarja e njohur korçare Jorgjeta Lalazi solli një mbrëmje të mbushur me emocione dhe tinguj serenatash në koncertin e saj recital të mbajtur mbrëmjen e djeshme në teatrin Andon Zako Çajupi. Me një karrierë rreth 40 vjeçare dhe një repertor të pasur, Lalazi u rikthye para publikut të saj me një koncert të kuruar në detaje, që u shoqërua me duartrokitje të gjata dhe një sallë të mbushur plot. Në fjalën e saj, këngëtarja u shpreh emocionuar nga pritja e ngrohtë e publikut korçar, duke theksuar se dashuria dhe respekti i tyre janë motivimi më i madh për të vijuar rrugtimin artistik. Shumë emocione, më bëqefi shumë dhe më bëri shumë krenar qyteti tim, njerëzit e mi, të afërmit, gjithë korçarët i dua shumë. Dhe do t'ja është përblej vetëm e këngë këtë mirësi që më dhande, që më bën krenare. Sepse unë u rita që e vogël me këto serenata, po dhe në këtë skenë që jam sot, 67 vjeç, dhe ardha përsëri tek kjo skenë e bukur. Koncerti solli një udhëtim muzikor përmes serenatave tradicionale, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë e nostalgjike, u publiku bë pjesë aktive e çdo interpretimi.